Në qendër të Novi Sadit, 10 mijëra njerëz u mblodhen për të nderuar kujtimin e 16 personave që humbën jetën pas shëmbjes së strehës prej betonit në stacionin e sapo riparuar hekurudhor. Turma vendosi lule dhe qirin në vendngjarje, por atmosfera u tensionua kur protestuesit filluan të kërkonin sërish përgjegjësi nga autoritetet. Serbia është përfshirë në protesta të vazhdueshme që prej tragjedisë të udhëhequra kryesisht nga studentët e Universitetit të Beograd dhe Novi Sadit. Në fillim, kërkesa e tyre kryesore ishte zhvillimi dhe një hetim transparent mbi punimet e rikonstruksionit të stacionit, por pas hezitimit të qeverisë së presidentit Aleksandar Vučić për të ndëshkuar fajtorë, thirrjet e protestuesve janë shndruar në kërkesa për zgjedhje të parakoshme dhe dorëheqjen e ministrave përgjegjës. Edhe pse në fillim Vučić i quajti demonstruesit puçist të financuar nga jashtë, së fundmi ai kërkon ndjesë publike për deklaratën e tij, duke pranuar se reagimi i tyre ishte inxituar. Simboli i protestës u bën ai 22 vjeçarit Stefan Hrka, që prej viktimave të tragjedisë, ajo nisi një grevurie para parlamentit të Serbisë duke kërkuar drejtësi për djalin e saj dhe për të gjithë viktimat. Qindra e qytetarë u bashkuan nismës së saj, por situata doli jashtë kontrollit kur pjesë e turmës tentuan të thyenin kordonin e policor dhe të hynin në godinën e asamblesë. Forcat e policisë reaguan me dhunë për të shpërndar protestuesit duke përdorur gaz lotësielës dhe shkopin gome. Sipas njoftimit zyrtar, 37 persona janë arrestuar me akuzën e prishjes së rendit dhe qetësisë publike, ndërsa disa protestues kanë mbetur të plagosur. Autoritetet serbe ende nuk kanë dhënë një deklaratë të qartë mbi mënyrën se si do të vijojnë hetimet, por tragjedinë që vazhdon të gjallë zemërim dhe mosbesim në shoqërinë serbe.